Zonja tjetër që kemi në telefon edhe ajo është në procesin duke menduar divorcin. Unë do marr vetëm pak nga historia e saj. Ka një fëmijë 4 vjeç, ka 8 vite martuar, por jemi 15 vite bashk. Thot ka qenë një vajzë e urtë, por me edukat të rrep nga familja. Dashuria ishte diçka e ndaluar për mua nga familja. Kur kam njohur burrin dhe ai e kuptoi që kam frikë ndaj prindërve, pikërisht për këtë se ai ato prindër nuk donin, ai ka keq përdorur këtë gjë dhe abuzon me këtë fakt se e di që unë nuk flas. Tani kur kthehem pas në kohë, mendoj që nuk ka qenë dashuri. Me kalimin e kohës sot ai është përmirësuar si njeri dhe unë jam një lloj terapiste që drejtoj, kuptoj, duroj më shumë, lexoj më shumë. Interesante dhe doja të flisja një ditë për këtë se si gjithë gratë që më marrin telefon ne janë gra që përpiqen dhe vetë zhvillohen. Nëse ke vënë të tëra punoj me veten shumë. Dhe është shumë interesante kjo edhe është për tu vlerësuar. Dhe fatkeqësisht do të ishte mirë që edhe ana tjetër punonte pa shumë sa gratë. Por kemi Jehonën. Jehona? Po, përshëndetje, Lalina. Përshëndetje. Jehona, çfarë mund më thuash më shumë? Unë lexova vetëm një pasazh të vogël që shkoi në fëmijëri. Po të më thuash më shumë për këtë, të lutem? Lalina, është ndoshta për të cekur sepse vi nga Kosova, nuk e flas gjuhën mirë letrare dhe nuk ka problem, neve kuptojmë tani çdo gjë. Okej, në rregull. Po është thellë në fëmijërinë time. Kam qenë shumë një vajzë e urtë si karakter dhe ende jam. Por me kombinimin ndoshta me edukatën e familjes, sidomos të babait që kishte shkollimin prioritar, që unë i gëzojm këtij fakti tash. Kur analizoj jam shumë falënderuese për këtë fakt, mirë po në të njëjtën kohë ai gjithmonë nuk duan të dinte gjithçka rreth një mashkulli apo një dashurie që mund të ketë një adoleshente normal në atë fazë. Dhe kjo më ka kushtuar shumë në jetë, sepse partneri im ishte thuajse partneri i parë që kisha njoftuar kështu, që kisha date ose kisha dalur. Dhe për të isha normalisht shumë perfekte, sepse ai ishte mësuar me vajza tjera në Zvicër. Më fal, sa vjet më i madh ishte ai? Është rreth 4-5 vite më i madh se unë. Nuk është edhe aq i madh, mirë po unë isha një vajzë shumë edukuar, e shkolluar, që nuk dilte shumë në jetën e natës dhe asnjë gjëra që ishin perfekte për një mashkull toksik dhe tipik shqiptar. Dhe mirë po, për ati fakti ai nuk tash kur analizoj dhe më kap një farë lloj panike, angst kur ta mendoj, është që nuk dinte ta vlerësonte, domethënë ai më manipulonte shumë. Çdo lloj mënyre, domethënë me krahasu tash me çfarë njëri është sot dhe atëherë kur kam njoftuar është 360 shkollë ndryshe, mirë po ende ka karakteristika që i kanë mbetur sigurisht. Atëherë më dhunonte, më tradhtonte dhe ende vën. Me manipulonte, me kërcënonte, domethënë çdo herë që përpiqesha të ndahej nga ai person, ai me kërcënonte me gjithçka që kisha. Domethënë me kërcënonte me familje, me bënte dhunë psiqike në vend pune. Nuk kisha drejtë për shembull të haja drek, të drekoja me kolegë të tjerë, jo vetëm mashkuj, po dhe më largoj nga gjithë rrethi im. Shembull në studime, aty isha shumë e rrep, do thënë me kongulje, i kam thënë që unë nuk kam drejtë të ndal studimet, dhe aty jam shumë mirënjohëse për babain tim, sepse ai e dinte që nëse i kisha ndërprer shkollimet, do kisha hasë në shumë probleme të mëdha ai me prindët e mi, mas pari se kishin vrejë që diçka nuk është në rregull, sepse jam një person që dua shkollën shumë, dhe atë është falë Zotit e bëra në atë kohë. Mirë po me largoj nga gjithçka, domethënë në një periudhë, ndoshta 5-10 vite, isha komplet një narcisti, një lloj narcisti do ta thosha unë, isha e larg në gjithçka, nuk guxoja të dilja, nuk guxoja të kisha kontakte me tjerë, çdo sa ne. Po punoje? Më fal se kuptova këtë pjesë. Punoja? Po, punoja. Mirë po isha në mbikëqyrjen e tij, domethënë non stop me kontrollonte dhe e maj mend që më detyronte të shikoje kompjuterin tim dhe të lexonte emailat e punës sepse ishte
i fiksuar të gjej një gabim të kundër ta përdorej kundër meje, sepse dinte që unë dua të ndahem. Dhe këtë gjë e bën ende, domethënë si sot që e din që unë e mendoj Darjan, ose ja kam thënë haptas që s'kam ndjenja, thjesht nuk e dija sa kam pasur ndonjëherë, është një lloj që bëhesh, adaptohesh me atë njeri dhe ja gjen gjithnjë të mirën e të keqen, dhe tash kur ja kam shprehur haptas që unë s'kam ndjenja dhe besoj që ndarja do ishte më mirë, prap mundohet të gjej diçka. Si për shembull para 2 dite më thriste me numra të panjohur, me bënte loj psikologjike, por mirë po unë tash jam afër 40 vitesh, nuk jam ajo goca vogël që do bëj lojërat e tij. Nuk e di se është në Shqipëri, faktikisht, por në Kosovë është gjithmonë prindja autoritar, ose mundohen të jenë, dhe frika ndaj prindit është diçka e mirë, domethënë ti ja ke arrit si prind nëse të friksot fëmia. Mirë, po mua më kushtoi shumë kjo, se unë nuk kisha guxim të flas me prindrit kur dhunohesha, kur manipulohesha, kur kërcënohesh, domethënë më shkoi rinia poshtë, kot. Kisha shkollën, kisha jetën e bukur, fëmini sa do stabile, nuk do thoja që kisha fëminin e keqe, mirë po ndoshta është mirë ta cek, ai kishte trauma të thella dhe ka ende. Nuk e di, s'po du me hi fort në detaj, sepse ndoshta mund të dëgjoj në një kush dhe ta reflektoj këtë gjë, por është diçka thellë në atë person që në fëmijëri ka pas një fëmijë tepër të vështirë me prind shumë dhunues. Domethënë dhunoshin prind në mes veti, kisha alkoolist prindër, dhe ja, po. Dhe kjo besoj që lindin shumë probleme në çift, nuk di të shpreh dashuria ai person, përkundrazi di të tradhtoj dhe ta manipuloj atë gjë, të thotë që kjo nuk ka të bëjë me dashni, nuk të tradhtoj ty si person, është thjesht një gjë e mashkullit, shumë absurde, domethënë një ide tepër jashtë normale, sepse jam rrit në Zvicër dhe këtu shihet çka është dashuria. Këtu të paktën e praktikojnë dashurinë si diçka e bukur dhe kur nuk ecë më ndahen pas një problem. Dhe për mua është shumë problematike kjo gjë, se e di me çka është i aftë të bëj dhe shoh çdo ditë lajmesh si vriten ende femrat e na dhe në Zvicër ende shqiptare, edhe të huaj normalisht, po kjo me frikson, domethënë nuk kam guxim të ndahem sepse frikson çka pastaj. Ky njeri çka do bëj pastaj nëse është i aftë tash në këtë lidhje të bëj gjëra, çka do bëj mandej. Më bëri përshtypje kur the ai ka ndryshuar 360 gradë. Po. Çdo me thënë ka ndryshuar se pastaj mbasi the këtë, pastaj the më morin telefon anonim. Çdo me thënë ka ndryshuar. Apo po bin veten ti që ka ndryshuar? Po, jo, domethënë me krahasu çka ka bërë atëherë, është një farë ndryshimi 360 shkallë, sepse unë tash jam e lirë, po ndoshta edhe unë e kam ndryshuar, nuk i qasem ose nuk bie në preh të manipulimeve të tij, por tash kur të krahasoj me para sa viteve, nuk më dhunon fizikisht, dal lirshëm, bëj çka të dua lirshëm, mirë po ka faza, është shumë labil si person, mund të them edhe bipolar ndoshta, nuk ja di diagnozën, por as nuk jam psikologe, por është diçka që kur është mirë në qef, është shumë i mirë, shumë gjithë jeta është për ne. Po kur është keq, duhet shumë të kesh kujdes çka bën, sepse atëherë është shumë labil dhe fillon ai të del ai the monster, si të them, ai monstri prap i shihet fell, ai fëmia i lëndum, ai fëmia që s'din ti menaxhoj emocionet e veta, nervozën e vet. Domethënë duhet të kem shumë kujdes, sidomos për hatër të fëmijës tim, të mos shet gjëra të pakëndshme, sepse nuk i friksohem më atij si person, por thjesht friksohem çka do bëj me fëmijën, ose çka do ketë fëmia prej kësaj gjëje ose prej kësaj konflikti. Ndjenja e fajtë nënës. Ekonomikisht, si keni kontributin në familje, me qenë se the që punon? Fatkeqësisht
unë e kam kontribuar shumë. As këtu nuk do të di në detaj në frikën se do ta kuptojnë ndoshta me çka është fjala, mirë po kam kontribuar shumë. Gjithë pasurinë që kisha edhe nga dhuratat nga prindrit, por edhe që kisha, si të them, që kisha grumbulluar me vite punë, ma mori pak nga pak, gjithmonë me një projekt, do bëj këtë, do bëj atë, do realizoj këtë, do kem fitime këtu. Gjithmonë me një business plan dhe deri sot nuk ka arritur gjë. Të them të drejtën, mi ka marrë gjithçka që kam. Të paktën e kam një profesion të mirë dhe di që mund të mbaj veten dhe djalin, nuk është aty problemi, mirë po gjithë sigurinë që kisha financiare me ka marrë pak nga pak. Më shtyu t'i bëj edhe si vizan për një familjar të tij. Domethënë me ka shtyrë të bëj shumë gjëra, me ka shti shumë në konflikte me shtetin dhe me, si të them, të bëjmë një lloj kriminale që nuk isha as pak. Domethënë, ky dhe familja e tij janë komplet të ndryshëm nga familja im dhe edukata ime, dhe këtë e zbulova shumë herët, por më kishte në dorë, kupton, e kishte atë, ishte narcisti, nuk e dia mund t'i thënë narcist, po ishte thjesht një mashkull toksik që dinte të manipulonte një femër të naive, me karakter shumë të butë. Ti ngelesh ta zan herët? Ishte mas 2-3 vite martesë. Okay. Dhe aty isha në krizë dhe i tregoj Elonës, isha në terapi dhe jam ende në terapi, psikoterapi. Dhe isha në terapi dhe qaja, nuk e disha që më shtatzën dhe thosha me këtë familje nuk dua të kem punë më, sepse me friksojnë si tipa, dhe më thonë janë njerëz të egër që sot të flasin, nese nuk të flasin, janë shumë si ti kuptoj. Dhe thosha nuk di si të krej familje në këtë familje dhe kur e kuptova që isha ngel shtatzën pa plan, ishte fundi në atë moment dhe kisha shumë depresion. Dhe më thënë isha në depresion gjatë shtatzanis dhe pas postpartum mund të thënë deri 1 deri 2 vite. Dhe ende kuptoj vetën ndonjëherë dhe vazhdoj të jem në terapi sepse kuptoj që kam luhatje. Gjithçka që ka ndryshuar atë është psikoterapia dhe durimi im dhe ndoshta përmirësimi im. A i shkon në psikoterapi apo i bën ti? Po, shkon. Jo, i bëj edhe unë, por ishin 7-8 vite që nuk shkonte, nuk e kuptonte do që ishte i sëmur. Domethënë në çato 8-10 vite ma kanë nxjerr jetën. Ma kanë nxjerr komplet adoleshencën time. Mas asaj kohë ka fillu të ndryshoj, por edhe unë jam një farloj terapiste e tij, çdo ditë i flas. Mos fol kështu se fëmia e ndëgjon, nuk është mirë të flasësh kundër mamas në sytë e fëmijës. Kësi llojesh, unë non stop jam tu e qetësuat person, tu lexu, tu jep këshilla vetës dhe atij, por është vështirë, domethënë momentalisht jam në një pikë që nuk mundem dot më dhe atë kuptoj sepse nuk kam dëshirë ta shoh dhe të bëj dashuri me të, domethënë dhe ai nuk e kupton këtë gjë, që kjo më irriton. Si nuk mund ta kuptosh këtë gjë kur e din çfarë sjellje ki dhe ç'a bën. E fundit ishte para ca muesh e zbulova që nuk është ndoshta tradhtia tipike, por shkruante me femra tjera në internet dhe thash, shiko, mua s'më vret më sepse s'kam ndjenja për ty. Por kjo është tradhti dhe nuk është e drejtë sepse unë mirëm gjithë kohën me fëmijën tënd dhe timin dhe lë pas karrierën gjithçka, por ti vazhdon t'i bësh këto gjëra dhe pastaj manipulon, po kjo s'është gjë, unë vetëm shkruajta të beton, nuk pa asnjë mendim tjetër. Thash, po mirë, po pse unë nuk shkruaj, pse unë s'kam kësi lloj tendence. Domethënë gjithmonë e sill anash dhe fillon të më fajsoj mua, po ti nuk më lejon më dhe ti je gjithë agresive, gjithë kështu e ashtu, e sill domethënë gjithçka fen kundër meje. Atëherë çfarë më bëri përshtypje mua në historinë tënde? Deri tani dhe të doja që ta thoja, se je lidhur me një mashkull që krejtësisht ndryshe nga marrëdhënia, qoftë në familje, i rritur ndryshe nga ty, agresiv, posesiv,
deri në sëmundje, pra duhet kontrolluar gjithçka me kë del, ku del, domethënë egzageruar, që ti identifikove si narcis, po mund të jetë xheloz, po se mund të ketë shumë gjëra, por që ja kishe frikën. Dhe ai të manipulonte. Tani ai nuk të manipulon dot më. Nuk të manipulon më. Dyta që unë kuptova nga historia jote që ti ekonomikisht dhe ndoshta edhe nga ana inteligjencës mund të jesh shumë më lart se ai, nga ana IQ-s. E vërtet. Pa, edhe inteligjenca dhe fakti që ti ke një familje më solide, ai ka pas familje të shkatruar, dhe që je edhe në punë, pra ti bie me këmbët e tua, ndërsa ai është munduar të bie me këmbët e veta dhe gjithmonë ka dështuar. Po. Domethënë kjo ishte e dyta që kuptova të kjo histori. Dhe treta që kuptova të kjo histori që e the vetë që ti nuk e do më, nuk ka si lloj as tërheqje seksuale, ke një lloj që i thon në anglisht contempt. Ke një lloj kështu si që është dhe një pjesë shumë e rëndësishme para divorcit, një shenjë shumë e rëndësishme që si lloj neverie përkthehet shqiposh pak e rënd neveri, që nuk do ta afrosh. Po. Tani indiferent ndaj ti, po. Indiferent, po. S'ke as duket mund të shofësh një vazë lulesh edhe njësoj të duket. E vërtet. Po, e vërtet. Tani duke gjithë kjo situata, kur ti thua ka ndryshuar, se e ke thënë edhe në rrëfimin që ja ke bërë Elonës, e ke thënë dhe këtu. Mos dosha sepse ti tashi që nuk e do më, ke marrë më shumë fuqi. E vërtet, domethënë mua nuk më frikson tashmë sepse jam rritur dhe jam pjekur dhe kam punuar shumë me veten dhe nuk e ndjej më inferioritetin ndaj tij ose diçka. Mirë, po te unë është problemi tek familja. Është ai, domethënë babai im edhe ai e kuptonte shumë herët që diçka nuk ishte në rregull. Dhe ai nuk e do babait, nuk e ka. Nuk e do. Por është diçka tjetër. Babai im është pak i ngjajshëm, e kupton? Është shumë rendje hapur në vende që i përshtaten dhe në gjëra dhe tema që nuk i përshtaten në shumë brapa. Dhe e kupton tash është edhe ai nati se kur tregoj se dua të ndam, thot, të thash unë ty dhe nuk e dëgjove babain ashtu dhe kur i thu që kisha frikë ndaj teje, ai nuk e pranon dot, nuk e sheh, nuk e reflekton veten si pra po edhe ti ishte. si babaiu dhe ti në dy ekstreme. Nga një ekstrem je shumë e kulturuar, ke punuar me veten në psikoterapi, nga ana tjetër Jona mund të vazhdoj një çik me këtë se shumë interesant, nga ana tjetër ti thua duhet kam hallin çfarë do thot babai. Shumë interesant. Jo vetëm për babain, e ka maman, është mamaja në depresion faktikisht dhe fatkeqësisht dhe është një person besoj që në karakter pak si unë, butë dhe tepër e ndihshme dhe është ajo frika se çka do bëhet me familjen time e para dhe frika dytë është ajo familja e burrit tim është diçka tema se toksike. Nuk kam hasur ndonjëherë në një familje toksike si ajo dhe kam frikën se si do manipulojnë fëmijën pastaj, si do i flasin, çka do i bëjnë. Dhe kjo pa kontrollimi i situatave më frikson shumë dhe më frikson edhe vetmia. Thjesht humbas gjithçka, sigurinë që kisha, kontrollin mbi gjithçka. Dhe kjo më frikson shumë. Johana, përshëndetje, nuk kam folur akoma për me ty. Johana. Doja të shkoja pak se ti folja për frikra tani dhe çfarë të pret në të ardhmen, po unë doja të shkoja pak që në fillim tek familja jote. Më duket, nuk e di pse sikur kanë prodhuar atë, nuk e di sa e njohin, po quhet sindroma e vajzës së mirë. Pra vajza që duhet jetë edukuar, duhet të nënshtrohet, duhet të pranojë çdo gjë. Dhe duket sikur ti e ke bërë këtë gjë dhe pse e ke kuptuar që në muajin e parë ka pasur shenja të cilat janë dukur toksike. Por ishte red flag deri në maksimum, Po gjithsesi e ke vazhduar lidhjen. Tani në fund e referove faktin që nëna është me depresion edhe babai që nuk e pranon, kurse si që të ktheheshe dhe të mos ndihesh e keq, pra nëse do merri një vendim për të kthyer. Është një situatë që fillon prej atje. E ka arritur ta kuptosh tek vetja jote, domethënë disa sjellje që i ke toleruar. Kur isha e re nuk e kam kuptuar fare. Thjesht ishte diçka që më ishte regjistruar si të sillem, diçka ishte drejtuar
nga babai, si të silem, të mos ja kthej fjalën dikujt, gjithmonë më thoshte bëu ti më mençur se ai mos ja kthej fjalën XY personit dhe këtë gjë e kuptova në profesionin tim kur e mbarova një etap pune dhe si të thon, ai që më drejtonte punën, domethënë shefi im, më thoshte Marigona nuk e kuptoj këtë pse je aq e nënshtruar ndaj meje, sepse ti je njësoj si unë vle në këtë kompani dhe nuk e dia a ki nga familja apo nga mënyra se si trajtojnë vajzat e kju, ishte Zvicran sigurisht, i vjetër. Tha nuk më kuptoj sepse ki shkollën, ki gjithë shka, nuk e kuptoj pse sillesh kështu, nuk ma këthen fjallën kur. Dhe aty fillova të qaja, nuk e di me preku një pikë të dobët dhe ishte arsyeja pse unë fillova ta mandej edhe psikoterapi, sepse më kushtonte edhe në profesion kjo vajza e edukuar dhe urtë, se shfrytëzonin edhe të tjerët. Gjithmonë më japnin punë më tepër, nuk i thosha jo kërkujt. Më keq trajtonin, ndoshta nuk ju kundërshtoja dhe këtë e di tash, por babi me ka këtë send që ka qef një imazh të bërë të familjes, të portretit. Domethënë, për shembull një antar tjetër të familjes, një vëlla ose motër, nuk e ka shkollimin e kryer si unë dhe automatikisht e zhvlerëson. Më thoshte për shembull hiq kile sepse vetëm ata që duken bukur do arrijnë, kësi lloj gjërash dhe unë gjithmonë e kisha atë ndjenjen, atë presionin që duhet të jem perfekte dhe nuk guxoj të kundërshtoj asnjë njerit që më del para. Dhe kjo më ka kushtuar shumë dhe është besoj që arsyeja numër 1 pse jam sot me personin që jam këtu dhe pse kam arritur deri këtu dhe pse manipulohem. Gjëja tjetër e rëndësishme përveç asaj që ka ardhur nga familja jote, cilën dua ta vë në dukje dhe bëre një përshkrim shumë të mirë të asaj se si të ka ndikuar ajo pjesa e vajzës së mirë. Pra, ka ndikuar në jetën frika nga prindi. Babai më thoshte para 30 vjetë mos ma përmend asnjë mashkull asnjëherë dhe si është kjo logjikshme kur çdo në adoleshencë çdo kush dashurohet ose ketë simpati ndaj dikujt dhe unë kisha atë frikën dhe hasa në një mashkull toksik dhe nuk kisha guxim të shprehesha, po, më falë që të ndërpreta. Po, jo, është okay. Pra ishte kjo gjë e rëndësishme e parë dhe gjëja e dytë është fakti që ti nuk e do. Pra çfarë ndodh tani pasi ti ke vijuar pjesën e martesës, jeton çdo ditë deri më sot me një peshë shumë të rëndë që ti je detyruar të jetosh aty. Ai person, shembull, para ca dite ishte shumë nervoz, i dhunshëm psikologjikisht dhe pas disa kur qetësohet bëhet pastaj i mirë. Dhe bëhet si s'ka ndodhur dhe asgjë. Por sidoqoftë ndjenjat e tua nuk ndryshojnë apo jo? E vërtet dhe po mandej unë filloj të gjej diçka të mirë në atë person të keq. S'po di si ta shpjegoj dhe kjo më ndalon. Kjo është një babai i mirë, është një babai i mirë faktikisht. Por nuk më thon babai i mirë se këtë e themi të gjitha ne, babai i mirë, sikur jo, babai i mirë ndaj fëmisë, jo ndaj ndaj nënës dhe një detaj që them më herët që ai e manipulon dhe fëmijën. Sepse i thot për ju, shiko mami, me thënë, the diçka pak më herët që ose shan, ose ofendon në sy të fëmijës, pra këto gjëra, këto elemente janë shumë të rëndësishëm. Para se të themi është një babai i mirë. E vërtet, me drejtë ki, të më thënë, kur është ai person në gjendje labile, nuk është në më vetvetja, të më thënë, shëndrot në një monster me pashëm që kisha, dhe ndron fytyrën atë çast. Johana, më duket sikur e justifikon, pra është sëmundja e tij bipolare. Ndoshta nuk e di, kam këtë që të gjej gjithë të mirën në një person dhe ai më thot faktikisht për persona të tjerë që ti je naive dhe mendon gjithë që çdo njeri mund të jetë i mirë. Nuk e di. Se vijon ajo sjellja e sindromës vajzës së mirë, prandaj i kushtoj se nuk do të bëm përsëritëse, por sidoqoftë vijon ende tek ty. Pra ti ke marrë një rol shpëtimtare
ti bërë terapistja e partnerit, ke marrë këtë rol, por nuk je gruaja, nuk je personi që ti ndan ndjenja me të, ndjenja që e mban një marrëdhënie, e ushqen. Më thënë mungon një element shumë i rëndësishëm, nëse ne folëm një rast më hershëm para teje për mungesën e besimit, por kishte ndjenja, këtu është një situatë tjetër që nuk ka dashuri, pra ti nuk e do. Ti deri e përmendëm pak më herët dhe faktin që ndjen një lloj indiferentizmi kundrejt ti, refuzimi. Po, sidomos në fund, Jona, sepse më kishte premtuar që nuk do më tradhtonte më. Është absurd, e di, gjithmonë e thon kështu, dhe unë tash në fund i besoja plotësisht sepse kisha parë një lloj prap ndryshimi tek ai pasi lindi djalë, fëmia, dhe e besoja fort këtë gjë. Dhe kur i pa shkrimet isha aq e zhgënjyme sa që e vreta që unë nuk kam ndjenja më për këtë person. A shpreson që kjo marrëdhënie ka një rregullim? Jo, tash jo, nuk kam. Thjesht është diçka që jam disi në dilemë shkaku i familjes, shkaku i djalit dhe sidomos si do ndikohet jeta e djalit pastaj me atë familje që ka tepër toksike. Unë kam dëgjuar fjalën frikë mbi 10 herë. Kam frikë të, kam frikë të, kam frikë të. Ka shumë, do me thënë, frika ruan vreshtin, po baka dhe 2 njerëz që urren bashk. Frika. Ka shumë, kam frikë babin, kam frikë fëmijën, kam frikë familjen. Tani ti vetë si je vajzë edukuar, ti vetë e di që frika është një gjë që nuk ekziston, pra janë mendimet për një gjë që ne nuk e dim se çfarë do ndodhi. Ne nuk e dim. Mund ti të them vetëm një gjë, se nuk jemi këtu në pozitën për të shtyrë të marrësh vendimet e tua. Pavarësisht se këtu, siç i thotë si thuhet anglisht tani që i thot brezëri, red flags, pra flamuj të kuq, ka pa fund. Fakti red flagu parë është që ti se do. Nuk e do dhe ke atë tamam sindromin e vajzës të mirë, që ke marrë përsipër të rrisësh 2 fëmijë, të kujdesesh dhe për këtë të madhin që thua sepse është i thyer, pra gjithë ajo historia e tij që ke bërë dhe në ndoshta në psikoterapi ose është i thyer, i ka ndodhur kjo, i ka ndodhur ajo, para ke një mashkull që është 30-40 vjeç, i cili të përdor, mendoj që të ka keq përdorur, për cilin nuk ka asnjë ndjesi, dhe është arsyeja pse ti po na merr ne sot. Dhe është arsyeja pse ti ke pritur për telefonatën ton deri tani, sepse ti nuk dihesh mirë në këtë martesë, absolutisht, dhe e ke menduar, e ke që ditën e parë. Tani pjesa e babit të mamit, unë do të thoja që këtë nuk e di, se si do ta marr mami. Nuk e di dhe mami, ndoshta në qoftë se ajo realisht vua nga depresioni, ndoshta nuk ka lidhje me ty fare se si do ndihet ajo, se di tash se kjo është pjesë tjetër që mund ta sqaroj Jona dhe kolegët e vet. Këtë nuk e di. Por unë di të them vetëm një gjë për sa i përket fëmijës, si një e divorcuar. Me të gjithat frikra si ty, më beso, frikrat, shumë nga frikrat e tua kanë qenë dhe të mijat, një pjesë e madhe. Fëmia e kupton vet, realisht, e lexon vet familjen. Fëmia, dhe më thënë, se tani është 4 vjeç, por që 4 vjeç kupton gjëra dhe për një 3 vjet do ta shohësh vetë se si artikulohet dhe si, do më thënë, mos ke asnjë lloj ndjenjë faji për fëmin. Këtë e kam mësuar unë, e shoh çdo ditë. Nuk kam parë njerëz më të zgjuar në planet se fëmijët e tu. Dhe çdo idiotësi dhe sado ti të mundohesh, ti hedhësh ta mbulosh diellin me shosh, quhet ajo, se unë këto fjalë popullore si di shumë. Ta mbulosh diellin me shoshe, ti zbukurosh, ta ngjisësh në qiell, ti bësh krahe, ta bësh shëmpjetër bashkëshortin tënd, ta bësh çdo gjë mundsh, papa i ri, doli tymi, doli bauz gjot bashkëshorti yt, pap. Çdo gjë që ti bësh, fëmia absolutisht e di. Dhe Jona e ka thënë dhe në një episod tjetër që fëmia e krijon marrëdhënien vetëm me tjati, me prindin, prindi femër apo mashkull, por që e di. Kështu që këtë gjë nuk e ç'a ti bësh ti, sa do ti flas tjetër ti për shpëri, kur vjen tek familja jote, dhe nëse ato janë familja ashtu siç janë, kur vjen te familja jote te një grua edukuar, domethënë një nënë edukuar me kulturë që e merr, e çon, i shef një libër, shef një film, i flet bir, i flet qet, domethënë i flet ose del me shoqërinë apo ka një familje, ke një baba që është kërkuese kështu nga ana jote, më beso do e marr vetë ndryshimin, mos ki merak. Në fillim mund të duket e vështirë, por kështu që frikën e fëmijës hiqe.
Te pjesa tjetër besoj që duhet zbresësh ca frikra, për mua ti duhet të zbresësh ca frikra të cilat ne nuk i dim. Dhe s'ka pse të mbaj ty as nëna në depresion, as babai. Ato madje nuk babai duke qenë se nuk e ka pas shef, nuk do jetë okay. Jo, ai do gëzohet faktikisht besoj, po jo, nuk e di, janë ca frika që i kemi ne sidomos si femra shqiptare, sepse janë shumë të dhunshëm. Pra po, harroj femra shqiptare, Jona, je Hona. Pjesa e dhunës pastaj dhe çfarë do ndodhi, edhe tash në Zvicër është e çuditshme të kesh kaq frikë sa në Shqipëri. Po, e vërtet, por nuk e di, nuk kam thjesht besim as te ligji këtu, sepse këtu janë një qik më, ju duket si ligji më stabil, por janë edhe më këtu duhet të ndodh diçka për të marrë ndihmë nga policia, se kam edhe unë ca shoqe që janë ndarë dhe është tepër vështirë. Ti merr ndoshta mbrojtje, por nuk është një mbrojtje që të le të fle rehat. Unë nuk e di si të them, nuk thjesht jam është e vështirë. Unë besoj selb në zemër është e vështirë të hiqem nga ajo vajza mire që shkatron gjithçka. Familjen dhe ta kuptoj që kam bërë shumë gabim në jetë. Nuk e bër gabim ti. Ja. Absolutisht. Ti paktën je vëdësuar edhe. Kjo ndjenja e fajt, po. Po, je vëdësuar për këtë dhe tashmë po e kupton se si ta ndalosh në disa situata. Po më e rëndësishme se kjo është patjetër të ndihesh ti mirë, të ndihet fëmia jote i sigurt dhe mendoj se kjo duhet të jetë prioriteti kryesor aktual i jetës tënde, sepse ti po shuhesh edhe nuk është një zgjidhje kjo të qëndrosh vazhdimisht aty në marrëdhënie duke shpresuar, sepse tham është një marrëdhënie totalisht abuzive në atë që ti rrëfeve. E maj mend që një kohë isha shkëputur nga ai, ndoshta për disa muaj dhe torturat që kam marrë më frikson shumë, më kthen mbrapa, kupton? Kam frikë që pasi të ndahem, prapë më fal Dalina frikat e mia, por frikat kemi të gjitha se nuk jam unë pa frikë edhe po të jap leksion. Ajo tortura që më bënte non-stop të më përcillte, të më shkruante dhe sa zgjati tortura? Të bëj një pyetje, sa zgjati kjo? Sa ishte kjo periudha e ndarjes? Disa një muaj, 2, jo shumë, sepse nuk kisha më fuqi. Po do ta lësh çik mbas ndarjes. Nuk kisha fuqi më ta duroj. Bëj kështu si ato, mujt e parë do kesh çik halle. Pastaj kur ti vazhdon e ftohtë, nuk do bëhet më mirë. Nuk mora good vibes nga situata jote fare, por në fund ti e di më mirë. Unë vetëm kam dëgjuar një shprehje, nuk e di ku e kam lexuar dhe është shumë e bukur. Duket pak e tmerrshme, por është e vërtet. Thotë keqja më e vogël është vdekja. E keqja më e madhe është kjo situatë që kam. Se vdekjen thosë se marr vesh ç'm ndodh. Edhe kur e mendoj duket e tmerrshme, por në fakt e keqja më e vogël është vdekja. Po, e keqja më e madhe është të jetosh po, të jetosh e burgosur edhe e pa lumtur duke parë, ndërkohë që ti nuk e di se çfarë shanse është jep jeta. Dhe jo shanse se shkojnë direkt mendja e njerëzve të burrat e tjerë. Po, shanse të jep jeta për të marrë frymë edhe për thjesht për ndenjur të zgjuar në mëngjes edhe mos kesh asnjë lloj presioni nga asnjë lloj njeriu. Do të thënë vetëm presion që meritojmë ne, nënat janë fëmijët tanë, sepse i kemi sjellë në jetë dhe kemi përgjegjësi ndaj tyre. Por pjesa tjetër nuk kemi pse meritojmë këto gjëra, nëse ne nuk është ndërsjell kjo gjë, pra nuk është se jemi dhe shkaktar të kësaj dhe ta meritojmë. Ndryshe nuk kemi pse meritojmë fare absolutisht asnjë lloj qenie njerëzore mbi këtë tokë, pavarësisht se çfarë hallesh ka, se po flas shumë kam qejf flas popullorçe se për këtë më duan. Pavarësisht se çfarë hallesh ka në shtëpi ku i ka linona e baba. Domethënë në fund ditës për tek sa analize duhet të qetësia shpirtërore që është paqja është gjë më e madhe dhe unë ta sugjeroj shumë ta blesh, ta kërkosh. Faleminderit, më vat motivim, po si të them. Mos haro, e keqja më e vogël është vdekja, e keqja më e madhe është të jetosh në burg. Edhe mos si të qof faleminderit. Të falenderoj dhe unë. Për këtë emision ju ndjek çdo javë. Falenderoj dhe unë shumë. Dhe është diçka shumë e vlerë që po bëni dhe shpresoj shumë që nga ky emision të marrin sa më shumë mësime dhe motivime si shembull. Falenderoj. Gjej forcën në vete, within you. Faleminderit shumë. Faleminderit.